Zëvendës kryeministri dhe ministri i brendshëm i Serbisë Ivica Dačić tha se pjesëtarët e Ministrisë së Brendshme në Prokuplje në bashkëpunim me administratën doganore arrestuan personin DP nga Shqipëria për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit se ai ka kryer veprën penale të nxitjes së urrëties dhe intolerancës kombëtare, racore dhe fetare. Thuhet në deklaratë, në pikën kufitare të Merdares, policia gjatë kontrollit të një furgoni Mercedes të drejtuar nga i dyshuari gjeti 5 çanta që përmbanin 22 bluza, 240 flamuj dhe 86 kapele me mbishkrimin UÇK, 56 bluza me imazhin e Agim Ramadanit, 58 shalle me stemën e Shqipërisë, si dhe 92 kapele. Dyshohet se sendet dhe veshjet e lartë përmendura ishin planifikuar të përdoreshin dhe të shfaqeshin në ndeshjen e ardhshme në Leskovac, midis ekipeve të futbollit të Serbisë dhe Shqipërisë. I dyshuari është urdhëruar të mbahet në paraburgim deri në 48 orë dhe do të dërgohet në prokurorinë e lartë publike në Prekupje me një kallëzim penal.